shihet deputetja e LDK-s Jona Lushaku, pastaj do t'i lë dhe me pamje nga protesta. Nuk arriti që ta siguroj një shumicë. Kjo është një kosto tepër e lartë për qytetarët e Kosovës, për vetë Kosovën, për funksionimin tonë si demokraci, edhe e cënon vetë demokracinë e vendit tonë, të konsoliduar për shumë dekada me radhë. Më lejoni që t'ju them që kjo është një situatë jo serioze ku partia e parë nuk sheh ndonjë urgjencë për ta konsoliduar kuvendin, për shkak se ka qëllim final që të mos e lëshoj as ekzekutivin. Ua kujtoj që 17 deputet kanë dhënë betimin dhe njëkohësisht janë në zyret e qeverisë të Kosovës. Dhe duke mos pasur dëshirë që të arrijnë tek një rezultat në kuvend, ata po arrijnë që të marrin vendime jo kushtetuese dhe jo ligjore në qeverinë e Kosovës. Si LDK shprehim shqetësimin tonë që kjo situatë politike manifestohet me një krizë që po reflektohet në shtrejtimin e çmimeve, inflacionin, po transmetohet po ashtu edhe po e pamundson lehtësinë e përballueshmërisë së çmimeve nga qytetarët. Do të thonë po e vështirëson jetën e secilit qytetar të Kosovës vetëm për shkak të mos seriozitetit edhe mos pasjes së një emergjence nga partia e parë. Si Lidhje Demokratike ne kemi bërë opsionin ton, kemi propozuar një qeveri gjithëpërfshirëse nga të gjithët akterët e përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, me qëllim që dalim nga ky ngërç, nga kjo krizë politike. Kemi dhënë këtë opcion me qëllim që secila parti të jetë e përfaqësuar në bazë të proporcionalitetit të përfaqësimit që ka në kuvend, me qëllim që të shkojmë përpara me disa vendime emergjente që do ta lehtësonin jetën e secilit qytetar në Kosovë. Për qeverinë gjithëpërfshirëse më lejoni t'ju them